Mirëmbrëma nga unë Amarildo dhe Merali 8-5. Mirëmbrëma. Atëherë, do të fillojmë me diçka e cila ndoshta edhe I ka kaluar koha, sepse ka kaluar më shumë se një javë. Neve do flasim sot për zgjedhjet në PD, do flasim për zhvillimet e reja që ka. Shiko, e di kush është budalla ku I rrjedhit? E ka thënë Umberto Eco që çfarë do idioti që flisë vetëm në klub, edhe mbyllej aty te klubit është I merr dhën. Hila se kam bajt ndonjëherë vetëm për poet, për autor tekstësh. Autor tekstësh për shembull është Juliana Jorganxhi, Arben Duka. Hila është shius këngë dhe këtu nuk ja fal se ta shijoj këngën. Dhe atë ulurim që quhen në festival europian, për ju mbase e pëlqeni, po unë bë basja asnjëri për jush që komentoni këtu nuk di ta këndoj, është festival I muzikës së lehtë. Ku ti do shkosh do bësh një këngë melodioze që njerëzit I kënaqin, edhe mbasi ka ngërë një darkë, janë ato serenatat që këndon, ka serenata shumë bukura, korçare, shkodrane, janë dy më të bukura që bëhen, dhe janë të këndshme, përveç ndonjë të fandaksuri që mundet të harrita këndoj atë këngë, pas si mbahet mendas via melodike asgjë. Dhe pastaj për teksti, mbasi janë bra 70.000 në Gaza, mbasi po e bëjnë kallame Iranin, ti shkoni këndon mamas që si ke nisur akoma lekët remitancat, këto Europës, dhe këtu duhet kaloj të ajo që trajtoj me Amaridon kur flasim për Kosovën, që Real Binkurti flet për para 25 vjetë dhe që janë vrarë, vota ka kaq shumë krime, kaq shumë hallë, sa që nuk merret dot me këto hallet e kësaj vrimës sonë të vogël që quhet Shqipëri. Edhe kësaj këngë u kubet, që ato kur ma përmend një vendin e 13, mua më hapet barku, se vendi 13 vjet se si jepen pikën për Eurovision, unë ju them vetëm diçka, ma këndoni një çik atë këngë dhe pastaj hajde flasim. Sa për tekstet e këngëve dhe për unë ti marr vesh, sepse vetë I bie kitarës, kam kënduar dikur, madje kam fituar edhe çmim në festival, sa për djeni, po kur festivalet ishin festivale, në festivalin e Pionierëve me qira fjalës, se këtë fakt nuk e di ti Amarit. Jo se di. Kështu që e marr vesh shumë mirë këngën. Sidomos pastaj me atë Raimonda Bulkun që vinte vërdall, është ditë e zezë. Dhe shqiptarët duhet t'ju kujtoj, përpara se të vriteshin me thika dhe me armë, mblidheshin, bënin darka, dreka, e mban mend ti, pinin ndonjë gotë, pastaj këndonin këngë popullore, këndonin këngë të ndryshme, dikush me ISO, dikush po të kishte t'i binte çiftelis, këndonte edhe me çifteli. Po kështu ulurima nuk këndonen. Kështu që dua ta mbyll me këto komente se janë marrë, kam një vetiti Amarildo, unë që mbledh gjithë dambate e rrjetit. Jo, atë po mendoja, Jo, unë mendosha, jo, nuk e ke iden. E para që s'kam qenë dakord me atë që kishe shkruar ti. Nuk e qenë dakord. Jo, s'kam qenë dakord, se siç përdori fjalë ti, është këngë që jep emocion të rënda, diçka e tillë, siç a thej. Si me qenë xhenazë. Jo, ishte zero, nuk e jep atë xhenazë, jep atë xhenazë gjysa të keqes, për shkak që boto ajo është balad. Domethënë nuk e jep, sepse për baladat, përgjithsisht baladat janë tepër të fuqishme. Pra këtu s'jam dakord, se baladat të lehtë rënqata kur ikën. Ta prish ditën, kjo as ta 10 ditën fare, nuk e kishte mundësinë me ta bëu ditën ashtu si thuti. Por, gjatë rrugës që po vija këtu, kisha vënë këngë dhe më doli ajo muzika e filmit Lulkuqen mbi mur. Vetëm muzikë, pa si fjalë, ka vetëm nota. Se unë s'marr vesh nga muzika, unë marr vesh nga teksti, për shembull. Teksti është tjetër gjë. E marr vesh pak. Dhe ajo më solli një gjendje që thash, do qesh unë sot tash. Dhe kjo është po. Kjo të mytë, kusa jo, zero, asë i gjosë bo. Dhe çfarë më boni për shtypje, është që unë e di dhe e di shumë mirë këtë punë, që njerëzit të vetëmi gëzim që ju kanë ngellë sot, dhe shpikërisht nga kjo letërsi që e kanë shkatëru komplet, se s'kanë ngellë idiot pa shkujt poezi, nuk kanë ngellë idiot pa botu, ore,
Edhe në kohë para 90-s shkruajnë gjithë njerëz rrezik kanë shkruajtur poezi. Po unë mlishe me në familje thoshte baba për shembull, o budall, prap me ateti, unë di që ke Na shoku. zhove lapse letrë. Di që ke shoku thoshte, ore, je mirë ti, am këto, sepse ishin ca filtra dhe në fundit të poezia. Ku të botota e kishte kaluar një 200 filtra. Dhe i ngelte kohës. Kurse tash është shkruje ti, ndaç ti e shtap, ndaç ti e esull, para babaj. të nesme në mes para babë, se so baba ty hiq. Edhe një ti bo kështu që quhen preme, ka për bo libra. Mu më dalin ca autor, nësi që dalin ca autor në për Facebook, me 250 libra. Asi status nuk e ka të harit. Imaginot që kushteti mund të ke mund për shku me lecuat libër. Ishte goditje e viteve 90. Dhe tjetra që unë mendova që ishte shok për statusin, mendova që gjithë idiotët i mbledh këtë ti. Nuk më keni budal, pa e morë me sportivitet, është i status, është një ide. A e me qenë edhe konga moj bukur e botës, nuk më pëlqe. Maroj. Jo, po pëse së pëlqe, po pëlqe. Jo, po emigrantët të që... Po s'du më mas më. E kam gëve. Jo, masa nej, se si është, Vese mu më ndje miknajur që më sulen gjithë torolakët. Po, jo, po se si... Miknajur dhe të jenë regull të vitanit. Po, jo, ja kam thonë vetë 100 herë për këtë gjë. Ashtu? Po, 1 milion herë, pa tu i shofun, ajo më regull ajo. Nuk i shof ke këto komentet e mira. Ke këto tyqat. Sa më idiot jetë në komenda i them, po sa mirë që e ke amajlo. është një vërtet që është sekret që po e them, po ato mos mungojnë, mos ta morin për kështu, mos mungojnë të vazhdojnë të shkujnë ato debilin, mjavim forcë. Okej, një kështu telegrafikisht për zgjedhjen Partinë Demokratike, Sala kundër Berishës, Sala kundër Salës. Do vidhen votat. Okej. Njoni t'ja vjedhi tjetrit se s'bo. 100%. Kaq. Okej. Edhe në fund të dali Sala, ishin zgjedhjet më të lira dhe më të ndeshme, të dali Berisha do thot, mu vodhën zgjedhjet. Prap dora krimit, dora Salinjani. Gjithësi është i madh. Vese, të me që ky ju kam zjerë turpin budalejnve në Shqipëri. Mashallah, po pa ne i ke këshu. Po pra. Pa ne i ke në për Facebook e gjitha ne ka përshkuj. Nisho, ne ja kemi nëzjerë turpin 90-a dhe e ka këtë mirë, do më në është partizan e kësaj, partizan e idiotizmit, që ta shqosh idiotizmit dhe mos kesh turp. Për shumë, ishin dhe këto artistët e parë, Moza për shumë, Moza që e pëlqenë gjithë, ka qenë sinonimi i njerëzve që nuk thoshin as si gjo, do mos kishin as poezi, as si lloj gjojen, as se ka, as sot e kësaj dite, dhe ishte për ato që quhet liria e të shprehurit. Lirinë e të shprehur ne kemi pas nga banjoja e shtëpisë. Dizim ke korridori, marrote liria e të shprehur, se ishte oj non, oj vlla, oj gjo që të është pushoj idiot, ose mlidhi, boj bashk. Por, mas 90-s, për të shkatru artin, si që bon gjithë botën, u bo kene, dhe, për shumë, pikturat, i ke pa pikturat e Mozës, se tjetër, se mori Mozën si këshu, sepse Moza nuk është për të shku, është për gjunaf. Kam ledhi tuf batuta shane kënina nga jeta dhe kapi përdori si TV si raja, por nuk ka vepër. Dhe e të që më boni për shtypi, ishte i moment që thuesh, ishim mbledhur poetët, Driteroj, Ismaili, Moza. Are you fucking stupid? Qa ka bo? Ku është ajo duke këto? Se e kej not Ismailin, pa tjetër, ditë shkruaj. Por që unë se shoh do të me sy, le të themi, është një ai anglezi që ka shkruajt Animal Orwell. Se shoh do të me sy. Nuk e shoh do të me sy, më pushtë sa ai nuk së më duket njëri tjetër. Por
ka penë brillante. S'ke që shanë. Po s'ke që, se sha dot. Dhe pse më po me not është, pikri se ka penë brillante. Në vërtet është. Do më thënë, e nga trojmë këte neve. Po ti s'ke penë hiq, nuk hyke pena fare. As më shkoll jo. Është... Dhe kyta është i shpreja, se mund të thënë, liria e shprejes, liria e individit, e shprejut individit, na solli gjithë idiotët dhe ka bu gjithë Miletin dyst, i bret. Pikrish pra, Sale ja u kanë zjerë Turpin, mund të flisni këto, çfarë do lloj budalliku, sa që kur del një i mençur, e thot i mençur, del një njeri normal, ty të duket i mençur i botës, se është liçeni plot me budallëj. Dhe në përgjithësi ka shumë të mençur, bile unë mendoj që shumica janë të mençur, por nuk flasin sepse kanë bezdit e hedhin mbi kokë budallëjt. Shumë, kjo është pikërisht sepse atëherë u bë si gjueti shtrikash, sepse duhet të fuste një X rrym, dhe kushdo që mbroti rrym tjetër diçin se këta e kanë zanat vjetë këta këtë. Këta që shefti, këto janë fëmijët atyne, ose është ai vetë. Ose ja ka pasu fëmijës, së është rrogë e vogle, rrogë e lezetshme, më do kape shaje. Okej, Meral, një pyetje, ndoshta jashtë programit. Kjo, unë kam parë për shembull në rrjet, kam lexuar për shembull unë lexoj Corriere della Sera edhe La Stampën më tepër, që jam edhe i abonuar, edhe Limesin për anën geopolitike. Po më bën përshtypje që komentuesit merren me problemin në përgjithësi. Dhe kur kanë një budalla, i sulen gjithë komentuesit e tjerë, thonë ja doli i mençur, i studio, i mësot të shkollash e një tjetër. Ndërsa këtu nuk ndodh kjo. Këtu, domethënë, në komente kanë marrë si sopravento, si quhet, po ju fryn vela, era në vela këtyre budallëjve, dhe kam idenë që duhet kesh guxim të madh të futesh në komentet shqiptare. A kemi një deformim të shoqërisë shqiptare neve? Mendoj se e kemi këtë deformim sepse nuk e kemi pjesë të kulturës. Kur unë them fjalën kulturë, dua të flas 20 ca vjet ose 30 vjet e këtej, se nuk flas dot për më para. Ideja është këtu, edhe në komunikimin social të përditshëm, po të shohësh në shumë instanca logjika ngec, ose hum diku në retorikun që bëhet. Për shembull, këtu po kapim median, ose kur trajtohet një lajm për X event politik, X ngjarje, nuk ka shumë rrallë e ke parë që trajtohet çfarë po diskutohet, pra po diskutohet bërja X rruge, po them, po ja fuskot. Nuk diskutoj kaq kështu, nuk merren me thelbin, merren korruptuar, ky kështu, bëri këtë, ja dha, domethënë logjika shpesh humb. Dhe kjo i ka bërë njerëz, kjo lloj kulturë që e ka promovuar media, është futet tek mënyra që ne komunikojmë me njëri tjetrin, sa komod jemi të komunikojmë në përjetës sociale e kështu me radhë, domethënë është një cikël i madh kjo. Është fenomeni piramid, ai që kemi shpjeguar. Pikërisht fenomeni piramid. Nëse maja, kupton, maja quhet o media ose politika, fillo flet trapliqe, shpëndate. Se Amarito, më bëri përshtypje diçka, ndodhi ajo mbytja e 5 zhytësave italianë në Maldive. Edhe lexoja The Sun, sepse ai azhurnohej më shpejt. Të gjithë komentuesit ishin për shembull, disa ishin zhytës edhe flisnin që mund të kenë gabuar këtu, mund të kenë gabuar aty, futen ndonjëri që s'dinte as not, komentonte, po i suleshin të tjerë, dhe i thonë doli mençmi, na foli, çojeni në Maldive, këtë fillonte tallë rrjeti vetë këta, më kupton? Por mendova, po t'ishte në Shqipëri do thoshin se u kanë bush. Ky që sapo the ti, që u tallë, ky është rrjeti në Shqipëri, nuk mund ta. Po, jo, e di si do fillonte rrjeti, si u kanë bush bombolat e Dirama. E Dirama, po e ka vjedhur. Bombolat e Dirama. Qeveri hajdut pse i latë i iknin. Gysa gasin. Gjysa që futi gjithë.
Futim, ore, i kanë bush në Maldive, jo, sepse ky ju ka dhënë bombolat me defekt, ore s'ka një pas me bombën. Kjo më bën përshtypje. Ndërsa anglezët nuk merreshin asnjëri me këtë. Një ndër 300 komente mund të ishte në një mençëm që s'dite as not, po talleshin këta me. Jo, imagjino tash që më fal, se kishte edhe ndonjëri që thoshte, shikoj se un jam zhytës që punoj për zbavitje, nuk jam zhytës profesionist i thellësive, por ndoshta mendoj këtë, pra me përunjësi futej në rrjet. Jo, po s'ja vite asnjëri fajin qeverisë Maldive, pse si kishte dhënë leje, aq më pak qeverisë italiane, pse i latikshin, a e ke parasysh se këtu do fillojnë na largove njerëzit nga vendi. Po, është pikrisht kultura ojëfeizmit, unë e kam përmend shumë, është kultura ojëfeizmit, pra në 90-ën kjo erdhi si kulturë, si në art, si në diskutime, si në ashtu. Ti shef për shumë trajtimin e një e çdo lloj gjoje që ka të bëjë me para 90-s, ose çdo lloj gjoje që ka të bëjë me tërë historinë e kombit ton, çdo lloj gjoje që është ndërtu. Është kulturë ojëfeiste, domethënë vetëm flit idiotizma, anë emocionale, fut në një tregim edhe maroj muhabet, do e hanë njerëzit. Dhe ajo vazhdo, derisa bëhesh dhe të them sinqerisht, pse ndoshta edhe mu kapi kjo pjesa e debillikut, duhet më këtë kap shumë, sepse e shoh tash ti si kulturën bashkëshqiptare, kurse kur isha jashtë nuk e shifsha kulturën bashkëshqiptare, thosha është një pjesë, është një bërtham aty e vogël që bo zhurmë, po mund tjetë dhe kjo e dyta, edhe unë jam smur, sepse po të më pyesësh tani, them, fuck, është për nda gjitha një budolliku, nuk ke, s'ke mo vend ku me fol, më mi fol me pula edhe me macën, se sa me miletën. Jo, mirë, 30 vjetë bombardim ndikon. Po prapa, këtë po të them, do më asë njoni nuk kërko më shpjegim. Përpara ishte interrogation quhet, ishte si mi qenë hetullësime me shokun, me shoqen, me tjetër. Kush ta ka thonë? Po mirë, po filani ta ka thënë, pra ish kokra bullova edhe dokumentet ti merr. Vazhdoje këtë thoshtë, po mirë, si shpjegohet pra që ky e pas ka vraktë, po çeka i pafajshëm. Se bon qa pyetje normale, logjike, se të lexo, kurse tash për shumë as ndoshta edhe nuk një gjë tjetër më. Nuk e kam as atë spanin, atë qetësinë me një gjuhë. Ka për atyre që na lexojnë vetëm titullin edhe nuk. Po edhe komentojnë aty, po, është njëri që nuk më pëlqen fare mu. Ai ka me mu personisht, po nuk më pëlqe. Dhe do më thënë është një problem që unë s'disi dhe azjidh ati, sa i më shef për javë. Okej. Atëherë, unë i kjo që se pëlqenje serioze, me gjithse kjo që thamë është më serioze se ka më seriozja, po do më thënë është për tej seriozitet, është për të qartë. Po më. Është për të qartë. Meral, ne e folëm në fakt për Trumpin, për vizitën e Trumpit, folë edhe për kurthin e Tuçedidit. Ndërkohë shkoi direkt mbrapa, shkon Putin në Kinë dhe çuditërisht më ka bërë përshtypje, Kina nuk e trajton në mënyrë poshtruese, se faktikisht Putin është i varur nga Kina për shumë gjëra, për shitjen e karburantit, për blerjen e pjesëve të teknologjisë lartë. Si e pe këtë vizitë? Atëre, si fillim, në këtë vizitë, pash po të bëj krahasim midis të dyjave, një Kinë që tani është bërë pak më fokale në arenën e politikës, sepse shpesh, ta thash, e cekëm dhe javës kaluar, Kina ka qenë një superfuqi ekonomike, gjithmonë flitej për të, por në arenën politike nuk është se ka qenë aq flagrant si figurë. Tani çfarë po shohim është në kaq hapësirë kohor, dy vende që konsiderohen si përfuqi, duke i ardhur Kinës për interesat e veta. Natyrisht kemi Rusin, që është një ale, dhe biles Putin e theksoi në fjalimin e tij, që tha shoku im i vjetër, tha dhe një proverb kineze që
paka shumë një lloj që ne jemi vërtet shok, do të thënë ne kemi një lloj historie Kina dhe Rusia. Çam bëri pak përshtypje është vazhdimsinë e Kinës në retorikun e përmendi ligjin e xhunglës, edhe ajo ideja që bota po duhet të trembemi nga kjo ideja hegemonizmi, falë se dis në shqip, edhe unë thuaj edhe në anglisht, se jemi edhe po anglisht folës, edhe fakti që ne jemi në një botë unilaterale. Ideja është që ata po tentojnë për një multipolaritet. Dhe Kina këtë theksoi që nuk mundet të vazhdoj vetëm një aktor, dhe kjo është si një lloj kunj për Amerikën, që nuk mund të kemi vetëm një aktor që dikton marrëdhënie ndërkombëtare dhe si shtetet operojnë me njëri tjetrin. Kështu që unë për vete pash një Kinë që është pikërisht në rritje politike, një Kinë që do të zej vendin e vet në arenën ndërkombëtare, që është dhe metoda jonë, që metodë jo perëndimor të mënyrës të bërit ekonomisë, politikës, mënyrën që ndërtojnë shtetet, edhe këtë edhe me Rusin ishin 40 deals në tavolin për të negociuar. Njëra ishte ajo linja Siberia 2, që sikur po mbaronte për gazin e Rusisë që do kalonte në Kinë, sepse Rusia patjetër dhe sanksione dhe gjëra dhe lufta ka lënë gjurma tek Rusia. Po si e shikon ti që edhe Europa thotë jo, po duhet të bisedojmë me Rusinë. Ndërkohë Gjermania ka filluar riarmatosin, thotë në vitin 2029 jemi gati për luftë. Po e shoh sepse edhe Evropa arrit një moment që Amerika me luftën e fundit që bëri, po tregon që nuk është partneri më stabil. Dhe bota duhet filloj të shohë, Evropa sidomos, sepse do Evropa futet në një lloj superfuqi në modelin e saj, e duhet filloj të shohë, sepse Evropa nuk është thjesht janë 28 shtete, dhe secila ka interesat e veta, dhe po ti kapësh të gjithë, ca kanë interesa pak më të afërta me Rusinë se të tjerat, dhe duhet fillojnë të shohin interesat dhe dinamikën domestike që kanë, sepse ke dhe pjesë të popullit, për shembull shif popullin në Hungari, kanë një qasje totalisht tjetër ndaj Rusisë. Nga një popull, ndoshta në Gjermani, domethënë është thjesht si lëvizin mekanizmat, por duhet fillohet përderisa Amerika vetë bëri hapin drejt Kinës, Evropa po kthen syt nga Kina, nga Rusia, tregon që bota po lëviz, nuk është më kjo hegemoni që kemi parë. Duke qëndruar te Kina, Marito, dhe edhe një pyetje kam për Meralin ose një koment do doja. Në Tiranë ka qenë një akademik kinez, i ftuar nga ambasada kineze, i cili mblodhi gjithë profesorët e ekonomisë tonë, dhe po ju shpjegonte, në fakt profesorët i kemi gjithë ju vinë nga shkolla e marksizmit, po ju shpjegonin këti se ç'është ekonomia, dhe ai kishte thënë një fjalë shumë të bukur, domethënë që tregon atë se si arritën ta zbusnin bishën kapitalizëm. Konsumi, thot, nuk është motor, por virus, nëse e kthen në qëllim. Pra, koncepti i perëndimorëve është konsumi. Por të kthehet virusi të sëmurë, pastaj edhe shon drejt vdekjes. Ekonomia ka nevojë për infrastrukturë dhe inovacion. Këtë e bën shteti me rregullat që vendos. Ne e ka përmbledhur që të gjithën në një frazë shumë, do me 2 fjali e ka përmbledhur gjithë zhvillimin e Kinës. Dhe kjo më duket se po e bën Kinën një fuqi të së ardhmes, sepse po jetojmë në një planet që po i mbarojnë rezervat, ose jemi në limit në shumë drejtime, apo jo? Patjetër. Dhe tregon një potencë e cila nuk ka ngritur, një fuqi e cila nuk ka ngritur ojë që të flas për ambientalizmin e dëngërmën, por ka bërë vetë mekanizmin, Dhe me qëra fjata po pyllëzojnë edhe shkrettirat. Është pikërisht kjo. Po dolën ca ujëqë dhe thanë, po çfarë efekti mund të ketë shkatrus pyllëzimi shkrettirave, se këta po. Ideja është këtu që pikërisht është kjo strukturë, është kjo sistem social, politik që Kina ka ndërtuar, që i ka mundësuar këtë dinamik që
Kina brenda domestikës vetë të ketë këtë lloj socializëm të themi, por në bashkëpunim me aktorë të huaj ka krijuar pikërisht një mekanizëm që sot bëhet e detyrueshme për shtetet kapitaliste. Një nga gjërat që përmendi në takim ishte edhe që ne duhet largohemi nga epoka koloniale, pra nuk mund të veprojmë me dinamikat e kolonializimit. Dhe me këtë pikërisht tha që kjo mënyra perëndimore qoftë e ekonomisë, qoftë e politikës, qoftë në mënyrën e qasjes, nuk funksionon. Nuk funksionon më. Mirdo, si të duket kjo si ide që ka hedhur ky konsumizmin si virus dhe tregon komplet një rrugë tjetër të njerëzimit. Tani, unë do t'i kthem prap një shprehje të Putinit, që është, mendoj që është një filozofi e mbledhur në një fjali. Putin. E hangra. E hangra prapë? Ne dim çfarë dini ju, por ju nuk dini se çfarë dim ne. Kjo e përmbledh të gjithë se çfarë po ndodh në Kinë dhe çfarë po ndodh në Rusi. Kur kapet si fjalë duket, unë jam më zgjut se ty ose jo. Ne bëhet fjalë që pas 45-ës këto dy kampe që u ndanë me njëri tjetrin, kuptuan se ku ishin të fortat dhe të dobtat e tyre. Po këto e kuptuan vetëm kampi lindor e kuptoi të se ku, për shembull, po të marrësh një shqiptar sot, një shqiptar që vërtet do të flasë diçka. Mund të jetë aty në qendrën e Europës dhe vërtet japi një shpjegim që Europa të hapi vesh, po Europa s'ka vesh mo, ka vetëm gojë. Për çfarë? Sepse gjatë 45 vjetëve ne pam se ku janë të metat e sistemit që ne kishim. Kurse krau tjetër nuk u mor fare me të metat e veta, u mor se si ta bote jetën më keq ty. Më kupton? Pra nuk u mor me atë që nëse ne ndërtojmë fabrikë dhe do i shpërndajmë të gjithë, pa marrim si Marx, do i shpërndajmë atë pasurinë një lloj, nuk funksionon sepse janë ca njerëz aty që ato duhet një zhvillim i jashtëzakonshëm që ta rishte. Atëherë ç'a bëjmë? Duhemi bos këtu, sipër, një menaxher. Ky menaxher do mori 5%, 10%, 15%, a 50% në çon se ka. Mund. Po këtë menaxherit, ky menaxher mund të komandoj shtetin. Shumë vërtet është. Pra, shteti vendos që të vendosi një menaxher për të ndryshuar rregullat e lojës brenda fabrikës që atë jetë më rëndë. Por më rritë fabrika, i thot. Se dje bela punëzore hundën jashtë derë. Shteti mendon që i duhet një menaxher për atë, ti je një menaxher dhe deri këtu do shkosh. Nëse do menosh që je shteti, në këtë moment ka, domethënë, ke problem me përkthimin e jetës. Edhe të rregulloj. Si deri paska. Po çfarë ndodh është kjo dhe vërtet është thelbi i gjithçkaje, është që nëse shteti ka vendosur një menaxher, këtij menaxheri mund të thotë dëgjoj, ti ke ndërtu si mund të them një mekanizëm që funksionoi për të prodhuar pandofla. Po është një mekanizëm i tërë, se nuk është pak. Ne s'prodhojmë dot më pandofla, se gjejmë dot mekanizmin. Asgjë. Rraf shumë uzinën. Jo, as mekanizëm është, them fjalë, kur flas për mekanizëm, flas për të gjithë strukturën, strukturën e frymës, strukturën e zhvillimit, një tjetër nuk e kemi më ne këtë. Biles dhe perëndimi humi duke e çuar Kinë. Por kjo është tepër e vështirë, sepse ti mund të kesh ide sa duash, mund të kesh ide nga më brillantet, nuk ke mo ekip. E di që në Europë, në perëndim po ndodh e kundërta asaj që mendonte Marxi në kohën e vet, pavarësisht vetëm alinqore kanë ngel mbrapa një 200 vjet. Sepse ti nuk ke mo punëtor
E vërtet është, s'kam. Nuk po flas për Shqipërinë. Jo, s'kem psikologji Po, punëtorësh. nuk kemo psikologji punëtorësh. Dhe ata që ti merr për punëtor, normalisht janë njerëz që s'bëjnë. Nuk bëjnë mos si human being, më të shumtët. S'kem profesionin fare. Sepse kur shkon punë, pse them nuk bëjnë? Që ka dhe bota në fakt. Pse them nuk bëjnë? Sepse është vetë fryma që zhvilloi perëndimi që është nuk bëjnë. As respektin si adhe atyre, as rrogën që të majnë familje. Mirë, ma le respekt, mirë për rrogën paktën. Po, as rrogën, po as, si mund të them ty, mundësin që ato të krijojnë familje ose gjë tjetër. Pra, i fut edhe këto OJF që po të shtyp oligarku po të vjedh këtu, po të vjedh aty, dhe ti e ke shkatruar njëri. Dhe tash i shikon nëpër fabrika, 70 vjeç të punu. 50 vjeç do të shkodhi Italia gati moshën pension se s'ka më. Pse? Sepse ka e ke shkatruar frymën e të rive. Dhe Kekina ka ndodhe kundërta kjo. Ato nuk e lejnë këtë frymë OJF-sh, këtë frymë mediash që dali shkatrojnë një popull të, këtë frymë kulture, këtë frymë artja për letërsie që është komplet shkatruese, është totalisht shkatruese për njerëzimin. Është e provuar që është shkatruese, nuk është rastësi. Dhe kur fola për atë artin në fillim, pavarësisht se kam qenë për krah artit të gjithë kohës, thosha këtë, por nga studimet e thella dhe të gjata kam parë që arti ndikon me të bëj idiot, që ty duket vetja i lirë, për shembull, po shkosh në një koncert techno, marrim një koncert techno në qoftë se shko atje, ose në qoftë se unë ti më thu për shembull ama a shkojmë unë qoftë se unë themi ti thu çka katonari e ti. Po ti e katonar për vete se po shko aty dhe ti s'merr vesh fare nga ajo, se nuk shijohet po si pallove në kokra, në gjë. Pra, vetë ajo muzikë, nuk është se po t'jep ty që ta bëj jetën më të bukur nesër. Okej. Edhe as nuk e këno do të mrapa. Po jo se këno do të mrapa, dalim nga e kënumja. Dhe, duke qenë si manager që ta presim fundit, duke qenë si manager, unë them dëgjoj, nga pantoflit nga prodhosh që të dushti, telefona, XXX. Pse se është kriju fryma. Çuna, si do bëjmë? Do bëjmë këtë? Po ke kriju. Ndërkohë universitetet prodhojnë inxhinier. Patjetër. Dhe nuk dëmtojnë dhe të IT. Patjetër. Prodhojnë ato prodhojnë më shumë inxhinier se tërë bota bashk. Po. Këto vende diktatoriale çuditërisht të fusin me zor në këto universitetet e vështira. Jo, çfarë kam vënë re tani që duhet theksu edhe ke shqiptarët është kjo. Dhe e kam theksuar në një formë ose një tjetër. Është dëmi psikologjik që bëjnë media, dëmi psikologjik që bë politika tek vendet, tek njerëzit. Si të thash për shumë, se nuk ndryshon shumë, po i racësh ky djali sot që s'boas për punëtor, jo, me teatrin që ishte që çate malin. Po ky djali, ne kemi dëmtu këtë djali tash. Patjetër. E ka dëmtuar gjithë kultura, sepse nëse ti do shikosh njërin që punon sot, shumë bashkëmoshatarët e tij mund të tallen, ose i thonë punoti se ne po presim rastin që do shkojmë do mbjellim bar në Angli apo do. Kjo pjesa e Kinës, pjesën e bajit e diti që vetëm bajin e satome mund të presësh, vorr. Nuk mund, s'ka bar tjetër. Kap stadiumi. A marroj mua se ke veni në stadium. Njëkohësisht për drogën, po njëkohësisht për prostitucion, njëkohësisht mund të ketë, po e marrim prostitucion në Kinë. Është tjetër ta fusësh si rrym lirie, është tjetër ndodhi brenda njerëzve gjitha lloj të smundjet i ka. Më bëri përshtypje, dje unë kisha në emision Roland Bimon, e shmoj shumë si ambasador. Ai plus e njeh shumë mirë Kinën sepse ka studiuar në Kinë. Edhe i thash, si i shpjegon këto spastrimet e fundit të Xi Jinpingit, spastrimet generalesh, drejtor bankash, antar të Komitetit Qendror. Në perëndim po komentohet si goditje, ngrënie kokash, konkurrentësh,
kulti individit, vendosja e një diktature. Tha jo, tha, në Kin këta kanë luftë kundër korrupsionit, tha nuk po merren me, sepse pushteti absolut të korrupson absolutisht. Dhe këta janë njerëz që me pushtetin, duke shfrytzuar pushtetin, janë korruptuar. Dhe kjo është goditje kundër korrupsionit, nuk është goditje, si më them, se do të vendosë, sa ai është aty në krye të atij vendi dhe është një sistem i cili nuk e bën në dyshim leadershipin e tij. Pra e kemi edhe këtë përkthim që i bën Perëndimi, liritë e individit e njëri tjetër. Se këtu për shembull e ke parë sa drejtor bank, ke në gjuna i drejtor banke kanë krijuar dhe banka falso, kanë bërë dyst miletin nga parat ose me doli një grup i madh që ju jepte kredi që të mbyllshin ti merrni 2 milion dhe në fund dilte që do paguajë një 30 dhe pastaj të merrnin edhe shtëpinë. Se ne kemi bërë një ligj që nëse ti s'paguan 3 herë këstin e shtëpia hidhet në ankand. Me një herë, po. Kemi bërë këtë ligjin, kemi rrit bankën komplet. Që shpaja 8 vjetëve ky. Okej. Dhe ti, po ti shofësh këtu bankat, të cilat nuk prodhojnë asnjë gjë. Janë, domethënë gjithë afetet dënojnë, se janë aktiviteti më lukrativ në botë. Bankat këtu janë që të gjithë, kush është në një pelivan, futet në bank, bën para aty edhe ikën. Këtë si duket se ka lejuar ai se pushkatojnë një 2 drejtor bankash, që ne thamë, as kishin vjedhur shtetin ata po i kishin marrë do krediti, po, me kredi po do m'japësh 2%, 5%, 10% më. Dhe kjo nuk mund të quhet diktaturë, kjo në fakt quhet... Problemi është, prandaj, ne ecim, ajo, e kemi thënë disa herë, por edhe kjo është gabim. Problemi është, prap kaloi ke viti 45, në 45-ën, pjesa perëndimore lirin, në shiti lirin, ose si mund të them, ja u shiti të vetëve në fillim, pastaj neve që ishim nga krau tjetër, me disa gjëra. Ti mund të lush bigjos. Neve na shiti me ca pjesë të hequr. Ti mund të lush bigjos, është liria e individit. Pra, në tregimet që kemi ne, është dhe njoni që është bigjosçi nga ato që i kemi qitë poet neve, që ka fut mëren sistemi. Bigjozin më e bukra që ka studiu dhe shkenca se si influencon këty. Të gjithë dëmet që bën, pra nëse... është varësia e dytë mbas drogës. Nëse ti do të ndërtosh njeriun, është shumë e thjeshtë. Sepse sot nuk po merret më vetëm mendimi i kryeministrit. Janë bërë të gjithë studimet për gjithçka, droga ç'a të bën, prostitucionit ç'a të bën, telefoni ç'a të bën, porno ç'a të bën, bigjozi ç'a të bën. Kur këto dëmtokan trurin e njeriut dhe influencojnë, pra janë të influencueshme tek njeriu, është shumë e thjeshtë, hiqen. Po jo, kushdo shtet që i heq këto dëme, sepse ke paketat thonë, si e do thonë, nga ajo që me kancer apo ajo tjetra, ma e për tjetrën, jo ma e për me kancer, va nga mosha. Ta kanë shkruajtur ke pakete, kurse këto që janë bërë studimet në gjithë botën, edhe në Perëndim janë bërë studimet, efektet dhe mënyra se si i fusin njerëzit në këtë ashu, në këtë të e kelon si shka si ashu demokracie, pra duke fillu që nga banka tek e tjera me radhë. Këtu është problemi. Po në momentin që ti ke dëmtu aq vetë me banka, me porno, me tjetrën, me gjithë të artin, është shumë tuar që është në gjithë Perëndimin, në këtë moment ti nuk e ke kriju dot se më thëmë strukturën që ti thush aty në nesër do problemanie, pas nesër do problem aeroplan, pas nesër sepse edhe Trump shko aty edhe thot do problemanie më të ndojnë bot me që do i prodhosh. Ty postardë një ndion të atje ti se prodhosh një tjetër atë. Okej. Vjen ambasadori ri në vend, një ish general në Shqipëri, i cili kishte mbajtur edhe një fjalë përpara Senatit, përmendte SPAK-un. Dhe ajo që
unë e kam thënë gjithmonë që SPAK-u është një krijesë amerikane për interesat amerikane. A kemi thënë bashkë, po. Nuk ka lidhje me drejtësina me më the thash, do të mbaroj punë, kur do të mbaroj punë, kur I ka zënë këmbët njëri e godet. Ka raste që godet edhe tamam, po në përgjithësi kur aty Meral, po mua më duket pak si e çuditshme që një ambasador I huaj vjen këtu dhe më duk pak a shumë, me thënë drejtën, për herë të parë e ndjeva sikur po flisë si për një koloni. Se thot, do bëj SPAK-un, do bëj këtë. Se filloj me SPAK-un, nuk e filloj me SPAK-un. E filloj me Porto Romano. Porto Romano thënë, na pëlqeta, unë do shkoj ta shoh se si na shërben neve, thë. Do e filloj më kolonisë se kaq, se ta fillon me SPAK-un, pak në hepti çik frym. Thoshin, do e filloj me korrupsionin kë. Dhe e dikush ishte e bukur e kësaj, që ky tha, filloj me Porto Romano, filloj me... Qa tha për Porto Romano? Është e mirë, tha? Jo, më kanë thonë tha që është e mirë, po do e shoh tha sa na shërben neve kjo, tha, sepse fjalë që kam dëgjuar tha e kam shumë të mira, tha. Kështu e filloj. Pastaj vazhdoj me këtë që një gjë tha, SPAK-u na duhet tha për interesat amerikane, tha, asnjë nuk mund të çonoj interesat amerikane aty. Që ta kuptojmë. Dhe masi ai mbaroi të tërë fjalin, se është fjalë pak ai. Shumë fjalë pak. Speakerja jon e mbylli se do luftojmë korrupsionin. Ai nuk foli e shtoi kjo. Do luftojmë korrupsionin politik, po mor burrën. Meral, si duket si fjalim? Unë nuk e kuptoj pse the ti që u çudita apo habite. Nuk u gëzove. Unë kam gjithë kohës. Eksaktësisht. Jo, e kanë kamuflu përpara. Okej, ti po thua pse Po kamuflu. pra, po këtë rradh ishte Po pse kështu. të lodhen të kamuflu? Pa doreza fare. Ishte Kam se, është e njëjta, po thot njëjtën gjë. Më mirë ta thot kështu. Ndoshta ca të tjerë mund të habiten, thonë, "No, pse kështu na flasin ne?" Se ndoshta konfuzohen kur e dëgjojnë që ne pyesim çdo lloj ambasadori ose çdo lloj ambasadori jep mendim si duhet, si s'duhet. Ky po është thot kështu, shumë mirë. Edhe ja kemi krijuar një çik vetes ne këtë me fetishin ndaj të huajve. Po nuk fetishi ndaj huajve qëndron tek ne, qëndron shumë e theksuar, por nuk besoj është totalisht faji jon, sepse ka dhe shkak pasojë. Është mënyra si jemi qasur që në fillim që shifti e një shtet, ishe komunist, ishe izoluar, ne do ndihmojmë t'ju bëjmë njerëz. Tani në moment që ti ma thu këtë, edhe gjithmonë jashtë është më mirë, kjo është më mirë, atëherë ti normal, atë që shef më mirë do. Jo, po largo vendin po largo njerëzit nga Shqipëria. E ke parasysh të gjitha këto. Jo, po në Shqipëri I riu nuk e gjen dot vetveten. O, e gjen Shqipëri ose gjen në vend tjetër, po e them unë sot. Pavarësisht kundërshtime që mund të kem me Saliun apo me Edin, o, e gjen Shqipëri. Po e gjen dhe veten duke thënë, për më ka ndodhur mua në raste që e kam shumë problem si gjë, po që kam dash të bëj një krahasim për një gjë që kam parë që nuk funksionon siç e mendoj unë, dhe gabimisht me timen kam thënë se në Evropë të vjen vetvetiu. E vërtetë. Dhe patjetër kur kjo është, e them unë që kam kontrastin, dhe thot një tjetër që ka dëgjuar që ka një kontrast, edhe kështu me radhë është ajo që ata janë më mirë, ne jemi më keq, se nuk ka edhe kolonizimi nuk ka pas brirë. Fuqia më e madhe e ka pas në gjuhën e qasjen. Ju ne jemi më të mirë, ju jeni më të king, ne jemi përpara, ju jeni mbrapa, ne do ju bëjmë njerëz, do ju modernizojmë, fjala modernizim është bërë demokraci, edhe kështu me radhë, do të thënë nuk është fare diçka e re. E ti çam bëri përshtypjen Meral, nuk e di ndo që në Maqedoni bëjnë demonstrata studentë për gjuhën shqipe dhe kishte folur ambasadori jonë, kishte thënë fjalë që kanë të drejtën e tyre në bazë të kushtetues. Maqedonësit kishin kërkuar ta përzinin me një herë, ta shpallnin të padëshiruar. Maqedonia me një shtet. Nuk e di. Këtu del ambasadori, ti qëndis të gjitha, të thotë pse se heq filan ministër se është I korruptuar. Se drejt, po nuk na del ambasadori Maqedon, se po të vi ambasadori Maqedon se qajmë telat në ati.
ambasadori Maqedonës, ambasadori, ku di unë, Malitzi, po të na vitë në thonë e gjo. Këti ja këthejmë mrapshne. Ne po filloj të jetë ambasador grek. E qikë më nëllë ke ambasador italian, se mësani për këta tjetë, Izraelite, Amerikone, s'klasin fare. Zero, a gra ty ka maru, është fjalla jote A i Izraeliti baron pun pa folur. Bravo, a i s'flet hiqej, s'ka nevoj me folur. Ska, atë e kuptojnë me ajo, so që. Po gjithsesi, unë kam lexuar kujtimet e ambasadorit amerikan, nuk më kujtohet emri. Ishte ambasadori Jimmy Carterit ai në Itali. Dhe ka qenë në periudhën 78-81, diçka e tillë. Dhe ai në 4 vjet qëndrimi e takoi vetëm 4 herë kryeministrin italian. 1 herë në vit. Këtu kam idenë që kryeministrin e takoi sa herë të doj, po pati kohë ambasadori, jo po pati kohë kryeministri. Është eksaktësisht kështu tani, është eksaktësisht kështu. Edhe që Italia është shteti më servil ndaj Shteteve të Bashkuara. Patjetër, pra, sepse ishte gati i fundit në linjën e të futurit në Europë. Këto ishte Gjermania, Franca, edhe Italia ishte çik kështu. Gjë që s'ma ha mendja se mund ta bëj për shembull me mbretin anglez. Mbreti anglez vajti talli. I thanja 2 fjalë, po. Po, është shumë inteligjent, po u tall aty ku vajti me Trumpin. Patjetër. Jo, i tregoj ai ke fjalimi atij ishte shumë i thellë se sa duket shumë i thellë, se dhe ato humorin nuk e kanë humor për humor. E kanë që një gjo, ju jeni zogj të vegjël edhe kështu si e keni nis. Do t'ja u shkullin puplat me nejven. Kjo ishte paka shumë se çfarë ai tha. Jo, është identik kështu si po them unë. Kjo është kur i kujtohet e historinë që unë të kam bo, unë të kam mësu, unë kam ashu, është si puna e macës me tigrin. E kësi jam mësoj macja gjitha, tigrit, dhe tigrit, macja pim, po këtë dhe. Nuk të më duhet mu dhe. Kjo është paka shumë. Si dha tigri po këtë pëse s'ma mësove, Ato tjerë bëhe aty poshtë. Shiko. Se të shofu nga latë. Pra, po të zbërthesh fjalimin, ati kjo ishte. Ne, po shkojmë poshtë, po kemi shumë gjona nën mëng. Kurse ju jeni jashtë fare, se për shembull nëse në Angli mund të diskutohet Marxi, mund të diskutohet Stalini, mund të diskutohet Enver Hoxha, mund të diskutohet Kina. Dhe nuk e ka ndrojtje fare, bravo, se kam problem fare. Kur them mund të diskutohet, është mund të zbërthehet. Për shembull në Angli nuk mund të ndodhin shprehjet amerikane të tipit ai shtet diktatorial i korruptuar bla bla bla. Nuk mbyllet dot një komp me 3 fjalë idiote. Nuk mund ta ngjoshë dot për shembull çfarë them unë, një figurë angleze ta mbylli si një amerikan për shembull që këto socializmi ishte i mashin bukë një tjetër të ndashin për gjys. Se duhet se qa popull ke për para. Në kohë që në Angli ka ndarë në periudha saktuara vërtet për gjys. Po, jo po them, fjala në Angli ka pesh. Vazhdo të ketë pesh. Nuk janë idiot. Kurse Amerika i ka kthy komplet një idiot. Dhe ne jemi dytut. Se shumë vendin e dytut. Jo, në mas aty në direkt. Pra, vazhdo me barcoleta, me idiotizm. Duke mbyllur ca politikë ose ca ide. Jam mbështetje saj që thua aty. Edhe për shembull më ka bërë përshtypje, edhe me Realit besoj i ka ashtu që është Francis Drake, pirati i famshëm, në mos gaboj që theu armadën spanjolle, ka monument në Londër. Gjithashtu në periudhën e mbretëreshës Victoria, 90% e ekspeditave angleze që shkonin të pushtonin Afrikën, vdisnin nga malaria, se të ishte atëherë. Mirë, po nuk i kam dëgjuar asnjëherë anglezët të thonë
diktatoria, kriminelja që na çoi djem tan të vdisnin aty, ose që për atë tjetër kush ka qenë në kohën e Francis Drake. Po është ajo për Great Britain. Që mori një pirat, një hajdut, edhe e bëri admiral. Si dëgjoj të flasin kështu? Bëjnë me analizë ftohtë. Kupton, thoshin, po, ishte momenti që ai pirati na mbaronte punë, ose duhet ta pushtonim Afrikën se këta këtu donin të hanin. Tani ato me anë të kësaj politike, megjithëse Merali ndoshta e di më mirë, por me anë të kësaj politike ato e kanë vazhduar qysh, ato e shpikën këtë, ose si më them, e kopjuan dhe e përmirësuan dhe e përdorin sot e kësaj dite, për shembull kene çfarë ndodhi kene, kur them kene ke lindja, çfarë përdoren ata? Njerëzit më të zgjuar të kombit, po. Kur donin bënin përmbysje, përdoren piratin, hajdutin, përdhunusin, provincialin, i mlodhën me i parti, armikun, atë që kishte armikun me trunat e pat trun, i fudhën gjithë me i dhen, ju do krijoni një kulturë tjetër për këtë komb, sepse kultura pikërisht nga ajo erdhi, ju do krijoni një tjetër lloj arti për këtë komb, edhe dhitet veni, mas 30 vjetës kupton më asnjë lloj gjoje. Jetë dyst me zero më gjuk. Jo, më bën përshtypje me radhë që neve akoma nuk po bëjmë kjo që tha Amarildo që të sulëm direkt, një analizë që themi pse erdhi komunizmi, pse qëndroi komunizmi, se asnjë sistem nuk qëndron tot 45 vjet po spati konsensusin e një pjesë të mirë popullsisë. Më fal se dua të ndërpres. Tani unë nuk mendoj ne si komb jemi gati për këtë lloj bisedë. Pse lindi, si lindi, sa vite zjati, pse zjati, e heqim fare këtë, mos a komplikojmë. E nisim një vijë shumë lineare, e fillojmë para rënies. Pra, një nga gjërat që përmendin shumë është ngelën pa bukë, duhet mbanim radhë. Si quhet tollonat. Perfekt. Nise nga tollonat. Pse u shkaktuan? Sepse ishin në embargo. Çfarë është një embargo? Sankcion ekonomik. Se kjo është embargo, që ti s'mundesh keca sanksione ekonomike. Së pranon kleringun, së pranon dollarin. Ka arrit kështu. Jemi okay këtu? Ra komunizmi, Enveri ishte keq, ra abusi, ai tjetri që erdhi pas Enveri, Ramizaliu, ai hiku, nuk e di çfarë bëri ai. Ikën gjithë, jemi këtu tani. Ishim një vend me X borxhe që me sa di në da me 0 borxhe. Më duket. Ashtu e kam lexuar, nuk dua të jap një fakt. Fonjë që pas kanë qenë diku të 10 milion dollar. Nuk e di. Okej, po 10 milion, e bëjmë 20, nuk ka rëndësi. Këtu kishim ca fabrika, i kishim që tentojmë të ndjekim logjikën, të lutem. Pra, mbajtëm radh sepse kishim embargo. Embargo shkaktohet nga këto X gjëra. Kaq pak borxh, fabrika, tren. Një tren ishte që i çonte njerëzit deri në Pogradec. Shkonte deri në Burrel, edhe deri në Kloç. Deri në Burrel, perfekte. Tik 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 ke 5 gjëra. E fillojmë nga këtu. Komunisti ishte shumë i keq. Kishim këto 5 gjëra. Pse si kemi më? Pse jemi më keq se kaq? Kaq është logjika, mos shko ti te komunizmi. Komunizmi ishte e keqe. Ne bëm 5 pika, pup treni, pup kjo. Si ke më? I bëm kryq tani. Pse? Nise këtu. Shiko, Meral, ta zënë gojën me atë që thonë, po sot ti jeton më mirë se sa shke jetuar. Dua tren. Kam dëgjuar ishte një tren që çonte në Pogradec. Dua të hypi ta i tren. Pse s'është? Fabrika, pse s'është? Çfarë do të thënë po jetoj më mirë? Se kjo është, pastaj futemi në gjuhën shqiptare që përdorim që si jemi realist fare, idealizimet, jemi më mirë. Është subjektive më mirë. Çfarë është më mirë për ty, s'është më mirë për mua? Unë po them, ishin 5 gjëra si janë, ishin gjëra konkrete. Ku je më mirë? Një pensionist. Më fal, një sekond. Ktu kam këtë kafen, kam këtë silolapsin, kam këtë telefonin. Si kam më? Ku ikën? Këtë po pyesën, nuk më intereson çfarë është më mirë. Jo, po je më mirë se tavolina është bosh. Okej, po ku janë? Jam dakord, po është ajo që thamë, që shfrytëzojnë, mbasi i xerrojnë trurin njerëzve, shfrytëzojnë psikologji, do më thënë bjellin çfarë duan. Po kjo është mos duash të kuptosh sepse shumë është tani. Po mirë, më fal. Shpjegoja një kopsh i kaq. S'kam tren, kam makinë. S'kam tren, kam makinë. Po është për mallare, për YouTube gjërash. S'ke tren për ke makinë, po janë ca mallare që duhet shkojnë. Po super atëherë në një shtëpi, ke një televizor, po ta heq televizorin, po të vej një radio. Ke radio.
Po dua televizorin, ç'a diferencë ka që kam radio? Po fabrikat Ose kam s'ke bëjnë. kompjuter, Apo s'ke fabrika, kemi kafe. Por e kishe x, sepse kur unë po kapem falte trenit e fabrike, nuk po kapem si sende. E qartë, e kap si simbolik. Sa do e lodhur e keqet ishte, x infrastruktur, x zhvillim, sa do pak. Si ke, këtë po them, ke shku mbrapa, pse ke shku mbrapa? Shiko, ka edhe një shpjegim dhe thonë që sot jemi më mirë. Duhet të them diçka që sot kemi den që jemi më mirë, po ne kemi harruar perspektivën. Amarit do të më falë, do flasë 2 minuta. Sepse neve, së pari këtej kemi blerë duke shitur 2 milion shqiptarë jashtë. Sot duhet ishim 4.200.000. Jemi 2.200.000. 2 milion shqiptarë i ke shitur jashtë. Jo në kuptimin erdhën t'i blenë si sklever, po sklever modern t'i bënë, se t'i monë me roga njërën e tjetërën. Duke shitur këta shqiptarë jashtë, neve kemi djegur fondin e pensioneve. Unë e ti nuk e di kush do na e paguaj pensionin. Unë e kom qaje, s'kom pension. Okej. Dhe pas ke fjetur mëndjen. Nuk e dim kush do na paguaj fondin e pensioneve. Duke nxjerrë këta njerëz jashtë, pra duke blerë këto madhrat e konsumit që ne po jetojmë mirë, ne faktikisht në një farë mënyrë kemi djegur jetën e fëmijëve tanë, të cilët do jetojnë në një vend ku e vetmja perspektivë që i afrohet është turizmi. Pra kamarier, kuzhinier, 100 pronar hotelesh, 200, 300, 500 pronar hotelesh, 1000 pronar hotelesh. Por ti e gjithmonë kamarieri ati të huajt që vjen, ati Gjermanit e njërën tjetër që është shitëm dignitetin, në basë digniteti dhe nuk ka çmim, po nuk e di. Për dignitetis ma pra. Sepse ka një histori shumë bukur. Shkon Stalini në një vend ku prodhoheshin makinat e reja, edhe i thot, si do t'ja bini emrin kësaj makine? Edhe një punëtor i gjithë krenari i thot, kemi menduar t'ja bëm emrin Addheu, Rodina. E me çfarë çmimi do ta shisni Addheun, i thot. Pra, edhe digniteti si fjalë ka, ndoshta nuk ka çmim, po ka një vlerë. Ka një vlerë. Ne të gjitha këto i kemi shitur me idenë e konsumizmit të tashir, se s'dua të bëj komunistin, por dua të mendoj siç mendon një njeri që shikon përtej hundës vet, përtej atij 20 vjeçarit tim, dua të shikoj se çfarë po ju lëm fëmijëve. Dhe ky pastaj hiq këtë që s'po ju lëm familje, nuk po ju lëm pjellshmërinë, nuk po ju lëm gjë për gjë, të porrisim një brez depresiv. Fjala për ty, faleminderit. Jo, unë pëlqet se ti je komunist, je sinqerisht ke domethënë shef gjonat shumë brajt. Shumë ashtu thu 500, kështu 600, kështu këto ti fshin fare dhe këto 500 vëlla. Ti shin se turizmi është një lloj si kafja më e bukur e Tiranës, veje e më kafes më të bukur Tiranës. Që e mbyll bashkia nesër, po të doj. Eksakt. Ky është turizmi. Po çfarë na jep sot ajo kafja më e mirë e Tiranës, që është turizmi. Na jep që nuk bashkohen dot më një burrë i gru, një gocë edhe i djalë, që po një familje, sepse se blejnë do të shpinë, ose se kanë do të se mojnë do të me qëra mo. Dhe nga jo rroga e vogël, ose sa e kanë, nuk ju del mo as për vete, jo mo për fëmi. Pensionistët, me pensionat më të dhira të planetit ndoshta, ja rriti 7.000 lek, 70.000 lek, 80.000 lek, se knoqe, rriti Rama. 7.000 lek ka shku vetëm ajo që ka shpezu për domate. E kam pas blet domate me 600, e blet me 4.000. I ku 7.000 që vetëm ke domate, nuk futet ke prasje, ke këto tjerat. Se salada është. Pra, jo që je talë me pensionet, sepse edhe ti nuk ke, si më të thënë të arrisësh të pension bas të inflacionit, e tjerë. Po këtë inflacion të ka sjell turizmi, pra kush po përfito ke turizmi. Dhe çfarë po ndodh dhe i gjotë tjetër këtu këna, se duhet me u hap kapaku tamam. Ke para turizmit, para atit famshmi turizm, ju bjet bizneseve si ti doj qefi Ramës, si ti doj qefi X bashkie, Y bashkie.
Do më thënë, po që shqiptar, po që biznes si vogël ose që të më ty, shkoju bjet, si do ti, zgjidhe ti, qevin që do me rati tjetrit. Sepse ishin canë korë që po ja e këshim bëllë, da të pikë në lotet kaq. Veje, hiqe, veje. Më kuptove? Dhe për të ndërtu një rezort, aq mira hektar, ose 100 hektar, ose 10 hektar, nuk shko as një këmëtë, shko i këmëtë me rujt ato telat që janë vonë anash. Pra, ky atë dhe është i dhjerë, ne jemi në një atë dhe të dhjerë, vëlla, turpë është me e thonë, keq është, dhimi është me e thonë, sepse një atë dhe, që të bësh një atë dhe, është së pari të rush shqiptarin, së pari të rush pronën e shqiptarit, së pari të rush jo vetëm pronën, po dhe të ardhmen e shqiptarit. Pra, po të shkosh në Izrael, shkoj një shqiptar sa do, i bukur, i zgjo, Amerikan, e monim Amerikan, sa do janë më të bukurit. Po të shkoj në Izrael, nuk është për para gjdo Izraeliti, është i fundit nga gjithë Izraelitët e Amerikani, në qofë se nuk është gjujsh. Më kuptove? Në Kinë, prap nuk është i pari në radhë, është mas çdo kinezi, pra, janë interesa dhe këtyne, gjithë këtyne kinezë, vje dhe ti, përfiton nga këto interesa. Kuse në Shqipëri, që se e Amerikani ke rrugë të hapme, ku qatë do t'i, si e theti, atë portin në Porto Romanës, a do mosh në këtë pjesën tjetër, shive je. Jo po s'me më punë për momentin. Po shive më së tërë të mojë tjetëri. Pra, kolonia prodho vetëm idiot që dalin edhe nuk kuptojnë. E disë është problemi, është si puna aty në sklerëve. Sot është bërë kështu tani. Të vrasin sklerit po ju hoqe prangat. Nuk e punë me tjeti, ta ka bo sklavin, a i yllë fare, u shtartë vetin. E vërtetë. Se ti thu për shumë dalin aty, i djathë, unë jam i djathë të komunistët e mundit, komunist po të kanë leon pa dhomë, komunist, i djathë ti. Ti kanë hejtë gjithë dhe më lalë, a më kuptove, nuk ke, se ti shovësh një 3 djathë që thash, sidomos atë qunin që bo komente gjithë kom, pa atë e dashuroj. A ju ka dalë me foto anë nga Amerika me i vend, po i ka ra Amerikën kaptin edhe në fytyrë edhe në këshu, se ka në njënë për shumë që është bo marë, a i është gjënë fare. Pra, domi psikologjik që i ke bo njëzë, domi psikologjik është ta mom ajo që si një nuse, një kushuritim, që i vdi burri mas e rrifte, fort edhe filloj duke i qa, edhe unë të shi në të tonë tim për menosha kjo, hudhë të ato shishë dhe birës, se thot kush do mi hudhë, më shishë dhe birës më kaptinë, më këtë si më vdishke mu, më lanë halë, edhe të menosha, të ikim gjithë për atë zotë, se kam dhe i menit smurë, se mi gjithë atë qame që pone e, unë po të më rrifte njëri ashtë fort të vdishtet, pak të së të qasha e shumë, të thosha ufë, e qauët më betë, ajo jo, mi të shamet të për plasme në toke, si që kemi në që jemi emocional. Edhe po menosha, përvesi se ishte ku që jemi, po menosha të më që mas vdekës, mas i t'ikshim gjithë të ka qëtësijat, me të i shishe me aka bosh birë, i hudhe lartë, o lali, edhe që t'i bide. Okej, kancelari, të mbyllim, po dua ta trajtoj edhe shkurt këtë temë. Kancelari Merz tha që duhet të hapim dyert të Bashkimit Evropian që të futet dhe Ukraina edhe Moldavia, më duket edhe Ballkani Perëndimor ku na fusin ne Serbinë dhe Malin e Zi. Lajmi mirë apo lajmi keq? Tani. Apo mua më duket se po tallen prapë. Fakti që na ka fut me Ukrainën është pak tallje, sepse Ukraina vetëm për pozicionin gjeopolitik është bëhet problem të futet në Bashkimin Evropian, kështu që nëse jemi në këtë vijë Po të kjo ka qenë tallje që në 90-ën tani.
që ky ato kur fillun që na erdhi treni funit, prit një ke stacioni, se na erdhi, ka qenë një talje dhe unë e kam shpreh, ca e kanë kap, ca e kanë shajt, ca kanë ashtu, për 700 milion vjet, po mos ishte problemi i Ukrainës, ne nuk u fuqim. Edhe 700 milion vjet tjera, po mos ishte, ne, që thot Edi, që thot 2030 ne do futemi, 2030, këta tjera thoshin, jo, ne nuk futemi, të dy ishin në rregull, vetëm Edi kishe informacion më shumë. Të dy janë në rregull, se, për shumë, këta të PD-s e dishin që s'kam për të futur kurrë. Po edhe vetë socialistët e dishin që s'kam për të futur kurrë. Edi kishe informacionin tjetër, që ardhë nga kanale tjera, që thoshtë, po do fusim Ukrajinën, s'kemi si ju lejmë ju jashtë. Kjo është pak a shumë se çana kanë futur. Sepse gjatë gjithë kohës, këto kanë lujt me gjoja. Më falë, pse ti mendon Ukrajina vërtet do futet në Bashkimin Evropian? Po do e fusin me identik si të na fusin ne, do më në futesh e je aty, janë ca, si më thot... Pa drejt vote, pa drejt gjë. Si thot bave, si ta shpjegoj. Janë... Numëror topje? Jemi ato roje aty anësh. Ata që avin derën. Po. Avin derën, nuk derën. Po kjo ka qenë, do në pavarësisht të prek. Edhe Orbani që u përpoq që të bënte i qik politik pavarë. Bravo një heq. E hoqën. Ma e muhabet. Lerat muhabet. Ta leme dhe nesi muhabet për sot? E lem. Faleminderit nga Una Marido dhe Merali. Natën e mirë.